kërkon çdo ditë. Dhe ti i përgjigjesh çdo ditë. Dhe pastaj kur ti i thuaj, o valla, bëhet kështu kjo, dhe ai të thotë unë s'ta kam besën ty. Si bie? Ti bie ti shok. Ti 3 lek në bankomati e fut pinin pa problem. Dhe i jep, i thoj na. Ti e hap telefonin dhe fut kodin pa problem dhe i thoj na. Ai në një moment që mund të ketë një pin, thot çare ti të dish pinin tim që kokën ander. Që pini jot me pinin e ati janë ti hiqi me shumë gjenë. Dhe i thot ty s'kam bes. Ku që ke bes ti mërë? Atyre dyve që ke takuar, që të kanë ardhur te shtëpia, atyre s'u zë bes ti? Ku si se bes ti, ti e ke marrë tjetrin që rrin në Itali, kush e di sa herë? E di unë. Kush e di sa herë e ke marrë në telefon. Ti si se bes ti ati që ti ke 3-4 vjet që i thojmë duhen 200 euro, 300 euro, 200 euro, 300 euro, 200 euro, 300 euro dhe ai thot gjithmonë na. Kur ai të vjen të thotë o vlla, bëhet shukjore, mëso. Ti i thoj unë s'kam bes ty. Ku si ke bes ti mor? Pa e diti që e ofendon atë tjetrin. E ula atë tjetrin ti në atë lloj forme. Që si ke bes ti atje? Kupton qa djali je ti apo jo? A e kupton qa djali je? Jo si kam dhenu në jori, që ta kuptoni ju. Janë të tjerë njerëz që i kanë dhenu, se për mua mund të thonë bën TikTok, ja je për show. Janë njerëz jashtë TikToku. S'ka lidhje me TikTokun fare. Nuk bëj TikTok. Nuk hyj në TikTok fare, zero. Nuk hyj në tjetëri në TikTok. Hyj no. Nuk hyj no, vlla, se po të hynte në TikTok në dakord. Ore Gjoni. Çdo shoku ton i vete i njëjti mesazh mëngjes për mëngjes. I njëjti mesazh copy paste withdraw, dërgo, forward. Po i njëjti më duket pa i thonë, i njëjti pa i thonë më mëngjes. Po. Po bollore që jam bollore, se na ke çarkarin o pikore. Bollore. Se ka që une që e kanë dash fort dhe kanë imu seriozisht. Njëre se s'janë TikTok fare. Po sa dua shumë. Më ka marrë një radhë, mua. Njëri që thot profja, që nga këto që sështë që janë e njo fellowna, kupto. Ai pare sa herë mund ketë shku këtë visi që ja ka marru një 4 këshu. Qa 4? Një 20 shu kapse, nga këto fut të mëdhajet me kapse. Fut 500 që as kapse duke ka këthy, o vla. Kësa ka një ja jetë në balkoni e Laçan, ja ka për në një gjë dhe jetë në balkoni, se nuk s'bre do të poshtë e kam shok e një për ja jetë në balkoni, me topa. Ja bën kështu, edhe tak, ja jetë. O ja lidh me lastik, ja me rukullan topin, ose ja kap me kapse, edhe tak ja jetë, që mos t'i hapen rrugës. Ai te Napoli. Marrë Champions League, kush fitoi? Parisi. Fitoi Parisi. Edhe më thot mua, merren telefon. Ai nati s'kisha ndërmend. Po vetëm që morin telefon. Se mos kishte marrë telefon nuk merrsha, po morin telefon si burri i mirë po arsyetoish. Po na çante edhe trapin. Po arsyetoish. Gjeti Fabio. Ë? Të menini gjeti. Unë kam menim, kam urë non-stop që 3 ditë, po s'kam qenë i disponumshëm, sonë e kam e më shpia, hapa avionin në avion, se thash që ka, telefonin në avion, se thash që ka bo nomi, më thot o Fabio dhe futem me TikTok unë ri, çfarë halli ke, e thashun, tha nuk nxjerri do të lekë, sa lekë kam TikTok, 1300 euro, i thash ok, jam tuar për Shqipëri, ti bi unë nesër, 1300 i nxjerri unë nga TikToku jot, t'jap dëra. Një meni, a kupton? Po. Jo, tha unë të luj me TikTok tjetër, e po mirë thash jam në avion, pra miro pafsh, ja fiko. Do më këthy ke avaz i vjetë dhe Laçan. Ai, kësa lek një miniti si kam unë një 60 euro në telefon? Po jo, mëse ti manja 20-30.000 lekë, se ti sa ti ma, po s'isha të i logarit ato unë, ako të ndja e pshat plota këlevisit. Po vlaj, se ka shef që ta një më e mërbor, ai s'ko ka halin nuk e di unë shok, unë se kuptoj. Ai thot nuk më bëjnë presion,
Ha më nërë me thonë e shinë bith, më falni për shprehje një gjithë. Më përga shtuar, po. E gjithë dhe i mbyllë Më ka erë më këtuar burë, se i kam thonë, i kam falë 100 herë, i kam thonë det një mëj, nuk qesh i gatshëm për shpinë, ma thej me një ndaja, o Fabio hajde, po thash, nuk ka për ta merituar burë. Ma tha në profesori, rëp të shpi, se fëllëm privat, tha nuk ka për ta meritu, tha. Hajt, tash s'ka problem dhe a bëjmë na me privat, s'di them jas kuj, që mos del kush nese mas nese, na thët Gjoni keni pa, më lek. po morët këtë lojës iniciative, unë lek nuk kam po me ly, dhe me sistemu shpinë vion si punëtor. Po nuk bëhen në vlla se ai tjetri kur hap TikTokun e vjetër që dikush ja merr lek, pse t'ja rregullojmë na shpinë për shashtie? Mirë është, unë nuk e di, ju jeni për natë me ta. Po në qofë se natë që do bëhet për stuko, se ullë që e di, për stukim dhe për lyrje, me të gëdhen, vion me rull. Po pra pa disha dëshimi i bën, dëshimi i bën shati, izolim, kapot komplet shtëpisë jashtë, edhe më ja rregullu me pllaka me çdo gjë mrena, o shok, që më të fut gati 20.000 euro. Po, na që më të fut gati 20.000 euro, nes na i fal kush 20.000 euro, se një 10 veta dhe ishim, se s'de ishim mo. Dhe na bite ka rreth 4.000 euro për person. Po qop, a e 4.000 euro, a do pagut ustaj, pllaka, lyrje dhe gëdhenje stukoje, jam unë. Ore, ti faleminderit, po s'ja bëj ma, unë nuk dhe bëj pjesë ma vlla se të mori lek dikush tjetër, edhe të thot, prit mos më shqetëso se po shoh punëtorët e mi për mua, për Olcin e për profesorin, që janë të punu me Klevisin, nuk bëhat ajo punë, se më po punëtori jaskujt, Anaisi ja ka thonë ja shif sharrët, Fabio Rala janë, durse në Tiranë ke, kur të bitha, te si ka thonë, i kam punëtorët në punë. Kush ka thonë? Ka thënë menaxheri Klevisit o vlla, ka thonë. Menaxheri që ka TikTokun. Kush ka ky menaxheri pra kusha? Se dim se ta dim që janë dhe isha diskutuar me ta unë për shtat llaf si ka thënë punëtorët. Po ti ka po të shit bash. Unë se di se kush o vlla. Se di na shari kemi bën aty. Punëtorët tan të qifshim rrobash të përmban pragu. Se të na thot ai punëtori ne për bithën e Klevis Qelës, nuk më ka not një herë njetë për zotin. Unë higa se jeni të shoh shumë, higa. Jo si mi të shoh, në shamat burrin e huj si na ka thënë punëtor. Pa moni men para trajner që të hikshme bënë ti mu me profesorin higa unë se kam punë. Ti qive rob ti nuk pushove fare, o vlla. Ti 20 veta për herë bu. Po ti qive modën o vlla, ne po shajm një naç, ti e nise, edhe ti desh na qive edhe ndje pra ta ikëm nere. Gjeni halë se për ngellë në shtatzon ju. Po e unë atë dikë dhe se unë e bila fare. Te nuk u qetësoshe po mos tikshim. Kush, atëherë fillova ma fort vetëm. Po. Se dolin komentet ma të mdhoja kur je vetëm. E qatë dojo, vetëm mos, mua më ka mërzit që mori në telefon, do bende kështu si interesant. Piç këtë sepse ku po plas kari ma që po ben Klevisi, be qatë duash më plasi kari. Tjetër. Edhe në onet si për dimi vonë, dritën. Jo po, unë për munja nuk bëhet mo, nuk e di, shef me e po nej tjetër, unë s'mor pjesë mo, kes një gjanë. Has në live-ës dhe mërë ma pjesë, hinka i shështu vetë nga një profem në Olcin, tis. Një vit, ose të bëjmë të thonë që... Jo, jam mërzit për zotin se e kam një mu me mishe me shpirë dhe në këtë herë në funit e kam pas me pishmon që të bashkohem me profesorin e me ca tjerë që t'i bëjmë shpinë, ta thamë sinqerisht. E kam pas me pishmon se e disha se s'de kalen 10 dit e dhe kthej pra, pa kupton. Edhe kur të prishet ajo zemra është kot me hima, a veç për setër kot. Haj pra, a shaf mirë është tash. Vari leshto për nuk është, më asho Nazari që më këtje dhe prandaj u asho se s'po e mbaja dot. Nëse mu më knash ku e bëndë me nerva në këtë visi me komente, dhe a i shinoni, pra. Pa i polli luft të nëllë Trump, Peter. Olës, nuk unë gjosh, Olës. Olës është telefon. Klevisit, ta se kisha arru zonë. Klevisit, ja thash i gjo, edhe s'du të bëjmë i përsëritën. Po, mirë për vetën tati që s'ta ka jo shok, se jetë shumë i ri edhe... Po, pak të për familjen, dhe mos bo këto gjeste. është gjunaf me qënë familja jote në atë dhe i shpia është. është gjunaf, Allah. Ored. Po, vla, se t'jesh i Europë, që s'ke mundësi me fitu l'dek, s'ke mundësi, Allah, nuk ka në i gjo.
Po vlla, ti je një njeri që fiton lek, o Klevis. Ai Ti je duhet një kishte njeri- gjendje ti thoshim ne ore, ti thosha unë Klevis 250.000 euro për një punë, vlla, më jep. Hajt 50 jo, po 5 po i herë. Po Nazar, ai duhet kishte buxhet o vlla, që ta shikojë si një shok që mund të zgjidhë hall një ditëre. Për zotin. Po Nazar, çfarë po thua o vlla? Ai duhet ishte me biznes tani ere. Ure gjithë çunat e gocat që kanë TikTok kanë hapur biznese dhe bravo ju qoftë. ere. E shifsha edhe në unë ta kisha hapi biznes. Po vetë se kam Normal, qenë po, këtu. ka kaq vjet o vlla. Vetë se kam qenë këte Po ja jashtë. na bëj Kisha qenë në Shqipëri, në shtëpia ime. Mos kisha pas qera e kështu gjonash. Po çfarë thotë që jam modër? Ja, vetëm pasuria s'ka poshtë si ka qupe qinësi. Ka poshin e sheta, jo vlla, pse si ka? Ja. Ai edhe ka poshin e sheta për 15.000 lekë vetë velloto i qiro. Ai vetë velloto me ka posh ndori thot sa ma vlerëson ka poshin. Atë notë si kam qenë unë jam bosh të foto, i ka bo daja atë notë. Kush doje? Njoni si është, mas s'ka lidhje me TikTok-un, ka animon thjesht Klevisi. Edhe u habiti dhe kur shkut? Po hajde mos u habit o figur. Jo ikti ka qanë, edhe po nuk të beri a ishtë të mbërtheshe ta varësh me një pemë atje. Ik shikoje? Po shko dhoni fosë dhe ullin. Jo, ik shikoje ti. Kujto që i kanë quajtur minimalisht 2 milion euro në TikTok, Po. edhe aty pasandaj fol. Kaq bëjti. Laçani, Ik shikoj një njeri që publiku, populli ka edhe pak të 1 milion euro që i ka marrë për xhep. Profesor, me shku Laçani aty hap videon, çuna kemi këtë djalin du me i bëj çik shpinë. Tak bëjt mërë se vapën direkt. Qashtu ka ngell për me bo? Laçani bë video direkt. Ullet aty. Faj ke i thotë punët. Ja. A i do një dru njerë. Do një dru të mirë njerë. Na. Po bra? O e di rama bol tash, o fajke. Më vrap zoti nuk e kam dit, edhe është e mos ti kontardhena se do të bëjmë si puna policëve, 2 të mirë, 2 të qi, e di si që bëjmë. Dakor, në rregull, ha, mbrojë. Me të thonë drejtëm, ta bëjt mirin unë, po ta bëjt mirin, njerëzit që të më pa me komente, do më thënë në lacion, të është ti mos rështirë, po të rgot vërtetën, me folë të drejtën e shpirtit, të pakte. Në qofë se aji do kishte vil 4 kache dhe njoni ka do ishte i pargullum, nuk i ven shafaj. Po i shpit vogël, 50.000 lek boj, 60.000 lek stuko, jarë më vrafti malë i zota gabimer. Më vrafti zoti nuk më në mrojër ti. S'ke se sire, vë. Ja, s'kam se si për të malë i zot. Se s'ke se si nuk e mbron I dot. dhomi banje i gëshi. Po nuk e mbron dot, o vëlla. Ore, tjetë na i shpije madhe, po 54 orë është na i shpije. Nuk ke se si ta mbrosh. S'ke se si, o vëlla. Po nuk ka asnjë lloj argumenti më prof, se hin o bord cop, futur me në shtëpi, i dalin pllakat kur het zen koma. Shif muret, shjanonën, shif tavonin këtë ulza uju. Nuk ka ku ta animojsh më burr, sa është një tiktoker që flas realisht. Unë foli rall, po ai është një tiktoker vëlla që kishim me dënime ne, me rregullu, me prish pllakat në Ivon, me rregullu, me lidh vomën, me bo. I kishte kry. Kushe, mund të kisha po dënimet e Klevisit, unë paten do kisha garazh, lokal, lavazh, e në 5 makina me qërat mi. Jo, është një tiktoker, dhe me thonë, në këto dvarfrit, ka fitu ma shumë se gjithë, Orit, mirë. Okej, quna. Do të bëj i pytje tek si persona. Profesor, kush ka fitu ma shumë lek në TikTok? Klevisi apo Enkele Bertalushi, si thot Gjuni? Klevisi, jo vlla, qa thu? Klevisi. Olsi, kush ka fitu ma shumë? Klevisi. Atëherë, Enkeli ka bën shpinë 3 kache, ka rrethu me vli, ka 2 iPhone 17, e në ato harë të pi për natë mishë e birë. Po, për zotin, në bravo i qëfë. Bravo i Qifja qëfë. shpinë Klevisit. Ati, a shëf pra krasimi? I ka halal, është. Ma kujtoj njoni. I ka halal, ai dhe familja vet. Bravo i qoftë. Po më rrë,
O Rudi, ai o vlla, ka Klevis janë një tiktoker që ka kalu mbi 1 milioner në TikTok, o vlla. Po 600 i ka të morë drejshi ta hanë, po ku janë? Qa po thua re, o Fabio? Ka makina e milionu. Ore Fabio, qa po thua tani? Po Po ta ka odesh makina një? milion. A Rudiani është? Po Rudian Balliu, thët ka marrë shumë lek, ka që 5 vite, thët është më i shikush. Prit. A është Rudian Balliu? Po. Rudian Balliu i gjuan dhe na 2-3 euro nata, kur loste kundra me e zoti qela. Po i ka gjuaj më. Ka një A 10 lopë. 3.000 euro nata. I gjuan dhe Rudian Balliu, edhe James Bond. Kanë 2 milionë vesha, kanë hella ty ke opsioni shifru, ke TikTok se u shit. Hella ndorë po shit, Yahudi hella ndorë po shit. Ja shit po. 400.000 euro. Po i ka Vetëm gjuaj Rudian shumë. Balliu. Vetëm Rudian Balliu. Nja 50.000 mund t'ja këtë gjuajtur James Bondi. Nja 50.000 mund t'ja këtë gjuajtur një çift nuk ka përmend emrin atyre, jetojnë në Angli. Nja 50.000 euro ja ka gjuajtur Dopja. Me emra ore. Po, në lajnë Dopja i ka Me gjuaj sa. emra. U qoj unë, dhe në 500.000 u qoj unë me emra. Hoxha me doktori mund t'i ke gjuajtur 50.000. To bon 300.000 ishtash? Anonimi mund t'i ketë gjuajtur mbi 50.000. Kamza mund t'i ketë gjuajtur mbi 150.000. To bonër. Shkun 500. Valla, pa fund. Po këta hallet gjithë që kanë gjyë ka 20, ka 30, ka Leri 50. këtare, valla, mos logarit këtare. Lektor. Ka që kanë qenë gjujtë, që kanë gjuajtur. Po vllai, po 10 veta bëjnë 200, profesor. Ai ka pas 3 ai veta. është Dopja. Po një 50 mund t'ja kemi hedhur në profesorit e Dibershin i viteshisë. Po lere neo, varikari neo, kush po merret me neo, vlla, nuk po flasim për neo. Lere neo, re. Lere neo, o vlla. Në fillim e di unë kush i gjuante, re. Ka qenë Anonimi. Ka qenë Ana. Ka qenë James Bondi. Ka qenë Kamza. Gjujca kur loste me Florin, i gjuante Kamza, pa herë 2 o vlla dhe herë 3 ore. 100 k, 150 k, 5 minutëshi. I gjuante Kamza. Dakor? Pa fund, o vlla. Pa fund. James Bond i gjuante në TikTokun atëherë Kamza Liu imi. Ku jetë? Posti i ka gjuajtur, pa fund. Kamza Li. Pa verish Kamza Li. Ka gjyt, Rodi. Shia modë për të gjyt në 1 milioner në që shia Rudian lopës. Balliu. Po i ka gjyj Rudi edhe në fillim, i ka gjyj në fillim. Europa Superpower. Po, e në Europa Superpower i ka gjyj shumë, ka majmen, po. Europa Superpower. O profesor, janë të shkyt. O O profesor, janë të shkyt komente, ka 2 shtëpi vetëm në Tiranë ka shtu me qera. A të kimi se po ti kishte, do t'a popin në bashkë. Kisha rrezikuj ditë bërë. Endri Mani. Pa fund. Leja ti bota rrotullot ka 2 shtëpi në Tiranë se Klevisi ka i vit pa në Tiranë pa ballë tash me adres falso na lera hatër burr. Ti bio, Fabio Lala. Bushalini, fiksuat sa ko. Pa fund. I ka gjyj në Konqëri e Dahut, pa fund. Nuk po flas Alex Visha apo Semi Reçuna se nuk i kam ndjekur sa i ka gjuajtur Semi apo Aleksi ore. Unë po them këta që në kohën e 7 viteve. Unë po them këtu e në kohën e 7 viteve. Me thënë drejtën çdo njeri që ka qenë gifter dhe lojtar në TikTok, Klevisit dikur i kanë gjujt gjithë pafund. Në fillimet e TikTokut, të gjithë i kanë gjujt për zotin. 10.000 shëllim të që rrim Belgjik. O vlla, pa fundo. Pa llogarit Europa Superpower ka qenë, i kanë pas gjujt gjithë çunat ato burr, gjithë çunat i kanë pas gjujt gjithë. Pa fund. Se Europa Superpower ka pas gjujt shumë në fillimet e TikTokut, Gaz raketa i ka gjuajtur në fillim kur gjuante. Shqyrë zësi se më kanë gjyt mund që tosin i të Pa përmendur. fund. Muzaferi edhe ai ka gjuajtur. Pa fund. Shumica që i kanë gjyt këto emra që përmendën ti kanë hip minus. Kanë falimentu të. Janë tiktokerat që kanë gjuajtur Mu veç se e nga gjyt. e kuptone, që kanë gjuajtur shumë lek, jo lekore. Janë tiktokerat që i kanë gjuajtur, këta emra që përmësun, që zotërisë i kanë bajtur 50.000 euro plus për t'i marrë ky. Ka shkujt njëni komend edhe diamanti që pi ma, unë e ka di, ore. pi lokal. Edhe Unë e di, o diamanti. vlla. Unë e di, ose tani. Unë e di, o vlla. A di që më vjen bi mua Fabi, pëse sa të reaguaj me komente? A di si thët Rudiani, më shë mesazh privat, thët na i bëm shpinë, thët paga shumë edhe në fund tha do hek plakat nuk kam nevojë për ju. I tha shumë, o vlla.
Se unë e kam memorien on top. I thashun, po thot Rudiani, i thashun që mos fol kështu se nuk shkon. Kush është Rudian Balliu, tha. E unë pat keq, i thashun, vlla, i që na ndihmoi për ber shpinë. O, tha, është ai i pllakave, tha. S'më plasi kari, tha. Hajde këtu Rudian Balliu, shkon pllakat e mirë. E di. A janë kështu e rrut. Se më kujtu më këtë vitit. O profe, o profesor, po këtë vitit më përpari kanë pasur në këngëtar të stres, si e shtoj gjushin. Po pra. Jepin lek keshër. Po pra po. A është kështu e rrut Balliu apo jo? Kur kesh Rudian Balliu, dhe unë i thash pat keq. Por i thash na ishte ndihmoj për shpinën. Nuk më intereson, tha. Hajde, tha, se Rudiani i pagoj pllakat, vajti dërgoj njerëz për t'i marrë pllakat, i çoj njerëz që t'i shtronte pllakat. Rudiani nuk bente TikTok, vlla. Nuk e njinte njeri se bente TikTok. E njinin se ithe sa kishin dal TikTokat atëre dhe Luana s'kishin dal, jo, TikToka kishte. Luana s'kishte dal akoma. Ka pas dal Luanin atë kohë. Jo, luante TikTok. TikToka 10.000 pikë, kështu. Jo, kishte dal 45.000 pikëshi dhe Rudiani luante vetëm TikTok, nuk i tha asnjë gjë tjetër Rudiani. Niste loja vetëm TikTok. E kam komshi thot ky, e kam komshia ka hajr lek i femër. TikTok, raketa, Kështjella. Edhe Ato ishte kështjella. koha, e kupton. Edhe kanë qenë edhe ca 15.000 pikëshe planeta, se çka ka qenë. Ai planeti i blut. Dhe tani Rudiani me Jamesin janë shumë shok. Të paktën nuk shu e ditë, sidomos në atë kohë, ndoshta janë edhe më shumë akoma tani. Dhe ta çapenin që mos u mbiste as i loj Klevisi, i gjuante ose Rudiani ose Jamesi, do ishin se s'ben njeri në dispozicion këtu gati me telefon, o vlla. Merrni njëri tjetrin këta, i thoshi kaloj Klevisi, ja se mos ikën ti se unë po iki se kam çik punë. Edhe rrinte këtu njëri nga këtare, gati këtu. E të dalim ta mohojnë. Jamesi ose Rudi, e ndihmuan me fjalë valla. Profe në bën njerëzit kurios që u bën me televizorin e ndërshkruajt. E theu i qiu motrën, ja kam vlerë televizorin të fjerë. Kam qarë gomën e X5-s kur vajta. Më tha kam 2 orë që të presta pse u mënove. Pas andaj e theu i qiu motrën. Ma blej televizor mu se ka dalë ky i vogli, më shtyja i madhi. Ja, urdhë, shife Nazari me 2 televizora. Ma blej atë të madhi. Gatin mekanika Ku je më gjata, ku je më Ma blej daja, atë të madhin prapë, profe, se më Las, Jo, ka thy televizorin e ka thy, nuk e ka Unë shi. flas për këta që i kanë gjuajtur o Laçan. Çdo emër që të kam përmendur unë, i ka gjuajtur mbi 50.000 euro që duhet i hyni në xhepar. E kupton, që duhet i hyni në xhep. Gjyni 90, po. I ka gjujt Kamza, i ka qirën motrën mbi 200.000 euro, vetëm ati. Vetëm ati, o vlla. I ka gjujt mbi 200.000 euro, Kamza. O profe, a thu mos ka investu në filmat, ke filmat. Jo, më s'ka lidhje, nuk e besoj. Jo se... Ja, shinof me Avramenën që atë për sotin që... Filmi a futën shpull. Jo, se... Kur tani mu i TikTok në gjyti sa me shpar, janë $190 këtu është. Ulla, është... Dhe unë këshu i bëllogaritë, se s'di ndryshë. Janë shumë Po a i vite... që ka marrë 4-5 në ditë. Ore edhe njërë tjerë, Po, o Nazar. kishtë raste ka 10, O Nazar. Leg, Allah. O Nazar. Leg, e shumë. Parim të bëjmë kodë, si kësë janë leg, Allah. O Nazar, ti nuk i ke Mos i shihni patur... more. O Nazar, Klevisi është një ndër tiktokerat që ka pasur audiencë si që ka pasur Gucci, si që ka pasur Klevio, si që kam pasur këta me kohra audiencë shumë të madhe. Po, e ka pasaj. Klevisi ka qenë një periudhë vlla 5-6 mujore që shikoni njerëzit vetëm Klevisin. Po. Duhet të dilte Klevisi nga live-i që të hyja unë, Nazari, Laçani, Fabio. Po, është e vërtet, ka pas Se shumë. ta llogarit ti, edhe Klevio e pati një 40.000 kur doli nga burgu, ditën tjetër 20. Ditën tjetër e pati 8. Hyjmë nëse kemi problem, se 8.000 ka. Hyjmë. Klevisi ti vinte 40.000, 50.000 o vlla. Për ditë, se bante gjana ekstreme ajo ti, ojës, nuk i bante kush e shok. 40.000 euro live. Vetën e vap makinën vetën. Ore loj televizion me Florin oficiale vlla, 40.000 vetare vlla, duke paguar. Duke paguar 40.000 vetë. 20.000 veta, me të thonë nga 10.000 nga 10.000 Ore oj ku së rikut. Kjo që a thotore.
Me një vit TikTok e kam bërë shpinë ku ti, thot, pasi dola na burgu. Uj ku cëriku, do ta. Audiencë 100 veta, 30 veta, 40 veta, 50 veta. Uj ku cërikut. Që ja fut edhe ne i dyshën ditë. Ore, ha mish i qiro për ditaj. Edhe thot ku e cëriku. pi o vlla, më do kari, thot e pi. Po tani, Mirë thot. Po më mirë me shumë padore. ere vlla më thuaj. Halal ta kesh re ujko, ta gëzosh. Ere vlla, po tani, ne i themi këtu, ai më merr në telefon, mua më thot mua, ta shu po i kom plasikari mos e çfarë thëti. Jo andaj tash. Sikur, ore, ai të merr në telefon, sikur jeta ime varet nga TikToku Klevisit. E po më plas kari mua se çfarë po bën Klevisi, o vlla. Me TikTokun. Ai të merr me ide sikur varet TikToku im apo jeta ime nga ai, nga TikToku ati. Nuk e ka fare kapacitetin. Jo, Big Show e ka hapur tabakinën e ka ndihmuar shoqëria dhe e ndihmon shoqëria gjatë gjithë kohës. Është djalë shumë i mirë, djalë shumë pozitiv, shumë djalë punëtor. Bigu 24 orë non stop djalë rrin. punëtor. Unë nuk e edh kur njeri poshtë, apo mund të ashani, apo mund thoni është kështu apo ashtu. Bigu ka qenë në TikTok, Bigu është djalë punëtor dhe Bigu punon non-stop. Non-stop për zotin, 24 orë, i flen ka 24 rrugë. orë e keni në punë dhe unë sa herë kam vajtur te Big Show, me luftë kam paguar madje. Ka pasur raste që ka bërë pagesa duke u shkëputur o nga tavolina, ose duke ikur, duke paguar me ndonjë vend ndonjë diçka, vetëm që mos të dilte keq po të paguante. Dhe Bigu është treguar kavalier me mua, E ka, personalisht. me gjithë, për edhe me mua, e ka atë pjesë. Kemi dalë për të ngrënë dreka apo darka, është munduar sikur ka ikur për në banjo për të vajtur për të paguar. Qona, bolla bujo, ju më në koment, a ka patent, a ka patent. Ta këtë timin. Thoja përgjigjen ti o burr. Po ti thoja, mos i bjeri në rrotu. Ma dhanë mua se jam i famshëm unë edhe kështu. Shka ma rrat kari, ti s'ke vajtur deri në fund fare për t'i qua lekët, je nisur për të bërë patent ja keve Napolit. Shkare kokre ma shtrusit, se na ke lodhur. Fillon botrori sniper, ne? Kare, erën telefoni. Po profesor, unë Laçani ju të dy. Futu lajt tani dhe shikoj Terezin. Qa dënimi do bëjë shok? Ha? Qa dënimi do bëjë? Do i qojmë